Presidenti Amerikan Donald Trump e ka quajtur marrëveshjen e propozuar për t'i dhënë fund luftës në Gaza një marrëveshje të shkëlqyer për Izraelin dhe të mirë për të gjithë botën. Sipas tij, kjo mund të sjellë paqen e parë në lindjen e mesme pas gati 3000 vjetësh. Për Trump, është çështje ditësh që ajo të finalizohet. Është një marrëveshje e shkëlqyer për Izraelin dhe një marrëveshje e mirë për të gjithë. Dhe ju doni t'i ktheni pengjet tuaj apo jo? I doni mbrapsht apo nuk i doni? Është një marrëveshje shumë e mirë për Izraelin. Është një marrëveshje shumë e mirë për të gjithë botën arabe, botën muslimane dhe për botën në përgjithësi. Kështu që jemi shumë të kënaqur me të. Nuk na duhet shumë fleksibilitet sepse thuajse të gjithë jemi dakord me të, por gjithmonë do të ketë disa ndryshime. Por plani Hamasit, po ju them, është i jashtëzakonshëm. Do të kemi paqe nëse mendon për të paqen lindjen e mesme për herë të parë në gati 3000 vjet, thon ata. Ndaj jam shumë i nderuar që jam pjesë e rëndësishme e kësaj. Negociatat po zhvillohen tani. Ndoshta do të zgjasin disa ditë dhe njerëzit janë shumë të kënaqur me këtë.